Keni qenë interesant. Big Brother shikueshmëri të madhe ka. Por edhe aty cekat emri juaj, Ahmet Kalaj, Ahmet Kalaj, mbrenda shtëpisë. Gjithsesi bëhet fjalë edhe për lere që në brenda shtëpisë, po edhe opinionistët që gjithsesi bëhet fjalë për Milajm Zekën, gazetarin, I cili u tall me Zanin. Ishte vërtet një Ai faktikisht e reagua atjo. Ne reaguam se ai ka bërë gol vetes. E ke parasysh atë në sport kur thuhet autogol? Po. Kur dikush I bën golin vetes, edhe ai ka bërë gol vetes, sepse ai një vit më përpara, pra unë kam zgjedhur edhe deklaratën e tij, pra nuk është se po shpifim diçka. Ai një vit më përpara bënte moralistin, edhe për të habitur një njerëz, domethënë pa fytyrë dhe pa moral të bëj moralistin. Çfarë edukate për të sjell Big Brother tek vajzat e mia, ndërsa sot opinionist në Big Brother. Po mirë, këtë vit Big Brotheri u bëj moralshëm, ndryshoi Big Brotheri apo ndryshove ti? Normalisht unë s'kam qejf, domethënë nuk kisha qejf të merresha me të sepse nuk e konsideroj nivel, me të thënë drejtën. Domethënë njëri I shturur në për kufizimet e mia, domethënë për personin fjalë. Mirë, po në momentin që pastaj ai eskaloi duke vënë lojë për të habita për herë të parë, ti zotëri, si për herë të parë. Nëse është shpikur Big Brother, se është shpikur Big Brother, e deri më sot ne kemi qenë kundër. Po, da. Nuk është se do të futemi Lajimi këtë vit edhe I dolëm kundër Big Brother. Ti sa xhallar pa flas. Se do të futej. Kështu që, domethënë, njerëz të vegjël që mendojnë se bota rrotullohet rreth tyre. Dhe kjo është një smundje faktikisht e disa, le të themi, intelektualëve të Kosovës apo analistëve që mendojnë se bota rrotullohet rreth tyre, për këtë arsye mbajnë qëndrime që janë jashtë kapacitetit të tyre e si pasojë I bëjnë gol vetes. Producentja u desh të distancohet nga tallja me Ezanin. Ne kemi unë kam ngrit padi për çështjen, po e ndjek, sepse janë shkel të gjitha normat e rregullores Big Brotherit. Pra unë po e ndjek në Angli këtë çështje, kam gjetë atje një avokat shumë të mirë, edhe të ta ndjek absolutisht, sepse nuk lejohet sipas rregullores Big Brotherit, nuk lejohet për të menden emra të përvetshëm, as të le të themi të ketë injorim mbi një fe të caktuar. Kështu që ne do ta ndjekim, normalisht do ta ndjekim ligjërisht.